mbrohet me burgim. Ndërkohë, zëvendës kryeministrja, e cila është kapur duke vjedhur 50 milion euro, mbrohet nga Edi Rama. Banda, e cila ka kap akshin dhe akuzohet nga Spaku për vjedhjen e 100 milion eurove, mbrohet nga Edi Rama. Pavarësisht se KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, ka gjetë se tek onkologjiku janë vjedhur ilaçet e fëmijëve, të cilët kërkojnë ilaçe për të trajtuar kancerin. Ata që i vjedhin mbrohen nga Edi Rama. Për qytetarët, ka burg nëse vjedh energji elektrike, ka burg nëse vjedh ujë edhe të papishëm. Ndërkohë, për ata të cilët vjedhin taksat tona, nuk ka burg se i mbron Edi Rama. Prandaj, ne kemi vendosur të qëndrojmë këtu në këtë shesh përballë kullës së korrupsionit të ngritur nga Edi Rama. Kemi vendosur të qëndrojmë sepse një familje e re sot i duhet me një rrogë mesatare për të blerë një shtëpi të paktën 60 vite. Këta pushtetarët tanë, fëmijët e tyre, i qojnë për të shkolluar në shkolla private, sepse e ditë shumë mirë se në çfarë gjendje është arsimi publik sot në Shqipëri. Qytetarët e ndershëm, duhet të bëhemi bashkë dhe të bllokojmë të bulevard, t'i tregojmë këtyre të korruptuarve se nuk ka rrugë tjetër veç se t'japin dorëheqjen. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Faleminderit. Fol, po zotria ka nguli kështu që do e respektojmë shkak të moshës. Mirëmbrëma të pranishëm. Mirëmbrëma shqiptar në tërë trojet e shqiptarisë. Mirëmbrëma në gjithë rruzullin toksor, mbi tokë, ku ka shqiptar. Unë kam ardhur sonte këtu, i quhem Shefqet Jashkuri nga Mardaneshi, i lavdisë e i mrekullisë dikur, sot vendi i mjerimit dhe i mashtrimit, nga bandat e krimit, që këtu duhet jetë shtëpia shqiptarëve, shtëpia e trimave, jo e frikacakëve që nuk vinë në këtë shesh. Mua më kam ardhur sonte këtu, nuk jam antar i partisë, po jam biri i shqiptarisë. Dhe Adriatiku, biri jon, se unë kam 2 djemë dhe një vajzë, gati moshatar me Adriatikun djali madh, dhe më ngjan me Albinin, prandaj kam ardhur këtu. Se unë nuk vi këtu se nuk me mashtron kush, se unë dua dheu, nuk dua karrike. Sepse karrike dhe parate kam prishur Shqipërinë. Dhe dua të them 2 fjalë. Unë si martaneshas dhe shqiptar nuk e kemi zakon që t'i kthejmë kurrizin miku të dheut të flamurit. Po ti Edi Rama ke humbur kokën, prandaj humbe atë dheu në ktheve shpinën. Bravo! Tani, Zoti dhe natyra më ka dhënë 2 dhunti. Të parën të farte mimla në amanet me rujt troje dhe adheu. Dërsa natyra dhe Zoti për të krijuar vargje dhe poezi. Shkurtimisht, 2 minuta do duron. Nëna ime Shqipëri, nëna ime Shqipëri, djerës e gjak derdh në përbot, më ka mallkuar gjiri jot, slijet nëna baba dheu në vetmi mbytur në lot. Slijet nëna baba fëmija në vetmi mbytur në lot. Ju në rritët
dinjitetshëm, ju atë dheu kom mbi Shqiptaria, ju pat zoje, ju pat zot. Ju në ndër çdo natë në thoni, pse na shkelët amanetin, pse na pushtuesit e tradhtarët sheshin Shqipërinë, tokën, qiellin edhe nderin e dinjitetin. Në ime Shqipëri e kanë djegur sofrën tane, 35 vjetë flakje vulkane, e i fankës amerikane, i falet Vlora e Sazani. Nëse duam gure dhe amanetin dinjitetin e të parve, le të bashkohemi për liri, dhe shtrimrin atu e sot, vetëndosje e shqiptarve e beslidhje e jasharve. Kam një falenderim për televizioni News 24 dhe për shumë televizionet tjera. Kam dhe një këshill për Adriatikun, për udhëheqësit e Shqipërisë bërë. Arlind Qjarri, njerëzit e tjerë të partive të reja të bashkohen, se duhet bashkojmë shqiptarët, se ndryshe të mblidhemi, të flasim e të protestojmë, e të kundërshtojmë njëri tjetrin, kështu nuk rrëzohet Edi Rama. Faleminderit, gjithë mirat. Mirëmbrëma, shqiptar të lirë, guximtar, margaritar. Kemi thirrur këtë protestë te kryeministria sepse është adresa, por unë besoj se kjo godin nuk e ka më të agrin moral të quhet kryeministri, sepse nuk mund të jetë kryeministri një godin e cila mandatohet nga votat e qytetarëve të thjesht dhe pluan pensionet, lekët e ilaçeve, bursat, pagat dhe i shpërndan në korrupsion, në interesa okulte, shesin pronat, shesin tokat, shesin të ardhmen e fëmijëve tanë. Korrupsioni ka zhvlerësuar djersën, korrupsioni ka zhvlerësuar të ardhmen. Mjafton të kujtojmë vetëm një fakt, që 700.000 euro për të cilat në 2011 u vranë 4 vetë në këtë bulevard, sot në 2026 konvertohen në 3 arka e gjysëm verë të mjera që pinë zotria këtu bashkë me larët e tij. Në Shqipëri, qeveria rrit buxhetin, por pushteti shton fukarallikun. Në Shqipëri, qeveria bën spitale, por pushtetarët kurohen jashtë. Në Shqipëri, Zegjineja me shokët e saj hartojnë ligjin për arsimin e lartë dhe votojnë për fëmijët tanë. Diktatorët nuk lindin, ato bëhen, janë bërë me votë dhe me votë do të ikin. Mos duroni shtypjen, uzurpimin, vjedhjen. Mos duroni, hidheni poshtë, mbylluni derën, thojeni fjalët. Shtyni përtej se ne jemi të lirë, ne meritojmë diçka tjetër. Faleminderit.